Data 11 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 16. Respekto muajin e Abibit dhe kremto Pashkën për nder të Zotit Perëndis tënd, sepse në muajin e Abibit Zoti Perëndia yt të nxori nga Egjipti gjatë natës. Do t'i bësh fli pra Pashkën e Zotit Perëndis tënd me bagti të trasha dhe të imta në vendin që Zoti ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Dhe nuk do të hash bashkë me të bukë të mbrojtur. 7 ditë do të hash bukë të ndorme, sepse dole me nxitim nga vendi i Egjiptit, me qëllim që ta kujtosh ditën që dole nga Egjipti tërë ditët e jetës sate. Nuk do të shihet maja pranë teje, brenda tërë kufive të tu, për 7 ditë me radhë dhe nuk do të mbetet asgjë nga mishi që flijove mbrëmjen e ditës së parë për gjithë natën deri në mëngjes. Nuk do të mund ta flijosh Pashkën në çfarëdo qyteti që Zoti Perëndia yt të jep, por do ta flijosh Pashkën vetëm në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Do ta flijosh në mbrëmje, në perëndim të diellit, në orën që dole nga Egjipti. Do ta pjekësh dhe do ta hash në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur dhe në mëngjes do të largohesh dhe do të kthehesh në çadrat e tua. 6 ditë me radhë do të hash bukë të ndorme dhe ditën e 7 do të mbahet një asamble solemne për nder të Zotit Perëndis tënd. Ti nuk do të bësh gjatë kësaj dite asnjë punë. Do të numërosh 7 javë. Fillo të numërosh 7 javë nga koha që fillon të korrësh grurin. Pastaj do ta kremtosh festën e javëve për nder të Zotit Perëndis tënd, duke bërë ofertat e tua vullnetare dhe kjo në masën që Zoti Perëndia yt të bekon. Dhe do të gëzosh përpara Zotit Perëndis tënd, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtoria jote, leviti që ndodhet brenda portave të tua dhe i huaj, jetimi dhe e veja që ndodhen në mes teje, në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Do të kujtosh që ke qenë sklav në Egjipt dhe do të kujdesesh ti zbatosh këto statute. Do të kremtosh festën e kasollëve 7 ditë me radhë, pasi të kesh mbledhur prodhimin e lëmit dhe të fushës sate. Dhe do të gëzohesh në festën tënde, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtoria jote, dhe leviti, i huaj, jetimi dhe e veja që ndodhen brenda portave të tua. Do të kremtosh një fest për 7 ditë me radhë për nder të Zotit Perëndis tënd, në vendin që Zoti ka zgjedhur, sepse Zoti Perëndia yt do të bekojë të gjitha të korrat e tua dhe tërë punën e duarve të tua, dhe ti do të jesh shumë i kënaqur. 3 herë në vit çdo mashkull yti do t'i paraqitet Zotit Perëndis tënd në vendin që ai ka zgjedhur, në festën e bukëve të ndorme, në festën e javëve dhe të kasollëve, asnjëri prej tyre nuk do të paraqitet para Zotit duar bosh. Por secili do të jap nga pjesa e tij sipas bekimit që Zoti Perëndia yt ka dhënë. Do të caktosh gjykatës dhe zyrtar brenda portave të tua për çdo fis tëndin, në të gjitha qytetet që Zoti Perëndia yt të jep, dhe ata do të gjykojnë popullin me vendime të drejta. Nuk do ta prishësh drejtësinë, nuk do të tregosh i anshëm dhe nuk do të pranosh dhurata, sepse dhurata i verbon sytë e njerëzve të urtë dhe korrupton fjalët e njerëzve të drejtë. Do të zbatosh plotësisht drejtësinë në mënyrë që ti të jetosh dhe të zotërosh vendin që Zoti Perëndia yt po të jep. Nuk do të ngresh për ty asnjë asherah me asnjë lloj druri pranë altarit që do t'i ndërtosh Zotit Perëndis tënd, dhe nuk do të ngresh asnjë shtyllë të shenjtë që Zoti Perëndia yt urren. Psalmi 103. Beko shpirti im Zotin, dhe gjithçka që është në mua të bekoj emrin e tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat e tij. Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Shpengon jetën tënde nga shkatërimi dhe të kurorzon me mirësi dhe dëmshuri. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Ai tregon Mojsiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ai nuk do të grindet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Sepse sa të lartë janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njeriut janë si bari, ai lulëzon si lulja e fushës. Në qoftë se era e kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi, për ata që kanë frikë prej tij dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve,
për ata që respektojnë beslidhjen e tij dhe mbajnë në mendje urdhërimet e tij për t'i zbatuar. Zoti e ka vendosur fronin e tij në qiejt dhe mbretërimi i tij sundon mbi gjithçka. Bekoni Zotin ju ëngjëjt e tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thot ai, duke u bindur zërit të fjalës së tij. Bekoni Zotin ju tërë ushtritë e tij, ju tërë ministrat e tij që zbatoni vullnetin e tij. Bekoni Zotin ju të gjitha veprat e tij në tërë vendet e sundimit të tij. Shpirti im, beko Zotin. Isaia, kapitulli 43. Por tani kështu thot Zoti që të ka krijuar o Jakob, që të ka formuar o Izrael, mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kur do të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumejt, nuk do të mbytin. Kur do të ecësh në përzjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të konsumoj, sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti i Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty, sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popull në këmbim të jetës sate. Mos ki frikë sepse unë jam me ty. Do t'i sjell pasardhësit e tu nga lindja dhe do të grumbulloj nga perëndimi. Do i them veriut kthej dhe jugut mos i mbaj. Bëj që të vinë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës. Tërë ata që quhen me emrin tim, që kam krijuar për lavdin time, që kam formuar dhe bërë gjithashtu. Nxirr popullin e verbër që megjithatë ka sy, dhe shurdhët që megjithatë kanë vesh. Le të mblidhen bashkë tërë kombet, të grumbullohen popujt. Cili prej tyre mund të njoftojë këtë gjë dhe të na bëjë të dëgjojmë gjërat e kaluara? Le të paraqesin dëshmitarët e tyre për të justifikuar, ose le të dëgjojnë dhe të thonë është e vërtetë. Dëshmitarët e mi jeni ju, thot Zoti, bashkë me shërbëtorin që kam zgjedhur me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë, si dhe të merrni vesh që unë jam. Para meje asnjë perëndi nuk u formua dhe pas meje nuk do të ketë asnjë tjetër. Unë jam Zoti, dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Unë kam shpallur, kam shpëtuar, kam njoftuar, dhe nuk kishte asnjë perëndi të huaj midis jush, prandaj ju jeni dëshmitarët e mi, thot Zoti, dhe unë jam perëndi. Para fillimit të kohës, unë jam gjithnjë, po ai, dhe askush nuk mund të çlirojë njeri nga dora ime. Kur unë veproj, kush mund të më pengoj? Kështu thot Zoti, shpengimtari juaj, i shenjti i Izraelit, për hirin tuaj unë po dërgoj dikë kundër Babilonisë dhe do të bëj që të ikin të gjithë. Kështu kaldeasi do të ikin me anije, duke bërtitur nga dhimbja. Unë jam Zoti, i shenjti juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj. Kështu thot Zoti që hapi një rrugë në det dhe një shteg midis ujrave të fuqishme, që nxorri qerre, kuaj dhe një ushtri të fuqishme. Ata dërgjën të gjithë së bashku dhe nuk do të ngrihen më, janë azgjësuar dhe janë shuar si një kandil. Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shërtoni me gjërat e lashta. Ja unë po bëj një gjë të re, ajo do të lëshoj deg, nuk do ta njihni ju, po do të hap një rrugë nëpër shkretet e tir, do të bëj që lumejt të rrjedhin në vendet e vetmuara. Kafshët e fushave, çakejt dhe strucat do të më përlevdojnë, sepse do t'ju jap ujë shkretetires dhe lumej vendit të vetmuar për t'i dhënë të pi popullit tim, të zgjedhurit tim. Populli që kam formuar për vete do të shpallë levdimet e mia. Por ti nuk më ke kërkuar o Jakob, përkundrazi e lodhur me mua o Izrael. Nuk më ke sjell qengjën e holokausteve të tua dhe nuk më ke nderuar me flijimet e tua. Nuk të kam detyruar të më shërbesh me oferta ushqimesh, as nuk të kam lodhur duke kërkuar temjan. Nuk më ke bler me para kanellën dhe nuk më ke ngopur me dhjamin e flijimeve të tua. Përkundrazi, më ke rënduar me mëkatet e tua, më ke lodhur me paullësitë e tua. Pikërisht unë jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Bëj që të kujtohem, ta diskutojmë bashkë këtë rast, fol ti vetë për të justifikuar. Aty yti parë kam mëkatuar dhe mësuesit e tu kanë ngritur krye kundër meje. Prandaj kam ndotur krerët e shenjtërores, kam vendosur shfarosin e Jakobit dhe turpërimin e Izraelit. Zbulesa, kapitulli 13. Dhe pash të ngjitej nga deti një bish që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Dhe mbi 10 brirët e saj 10 diadema, dhe mbi krerët e saj emër blasfemie. Dhe bisha që pash i ngjante një leopardi, dhe këmbët e saj ishin si të ariut, dhe goja e saj si goja e luanit. Dhe dragoi dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe pushtet të madh.
dhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekjeprurse u shërua, dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës. Dhe adhuruan dragojnë që i dha pushtet bishës, dhe adhuruan bishën duke thënë, kush i ngjan bishës, kush mund të luftoj kundër saj? Dhe asaj u dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe u dha pushtet të veproj për 42 muaj. Dhe hapi gojën e saj në blasfemi kundër Perëndis për të blasfemuar emrin e tij dhe tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Dhe asaj u dha të bëj luftë kundër shenjtarëve dhe timund, dhe ju dha pushtet mbi çdo fis, e gjuhë dhe komb. Dhe do ta adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qingjit, që është therrur që nga krijimi i botës. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Kush e çon tjetrin në robëri do të çohet. Kush vret me shpatë, duhet edhe ai të vritet me shpatë. Këtu është durimi dhe besimi i shenjtarëve. Dhe pash një bish tjetër, që ngjitej nga dheu dhe kishte 2 brirë që i ngjanin qingjit dhe fliste si një dragua. Dhe ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhuronin bishën e parë, së cilës ju shërua plaga vdekjeprurse. Edhe bënte shenjat mëdha saqë edhe zjarr bënte të zbres prej qiellit mbi tokë në sytë e njerëzve. Dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që u dhan asaj për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. Dhe ju dha t'i jap një frym figurës së bishës, aq sa figura e bishës edhe të flas, edhe të bëjë që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës të vriteshin. Dhe bëri që të gjithëve, të vegjelve të mëdheve dhe të pasurve dhe të varfërve, dhe të lirëve dhe sklevërve, të vihet një damk mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtësia. Ai që ka mend, le të bëj llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu dhe numri i saj është 666.